Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjekët japin përgjigjen, veza e skuqur apo e zjerë, ja cila është më e mira. Vezët janë një nga ushqimet më të njohura të mëngjeseve në mbar botën. Për sa i përket ushqyerit, vezët janë një nga paketat e plota sepse përmbajnë të gjitha lëndët ushqyese. Kur bëhet fjala për recetat e vezëve, ka dy pjata që njerëzit i shtojnë më shumë, veza e zjerë dhe veza e fërguar. Por a e dini se cila metodë përgatitjes ofron dozat të nevojshme të lëndëve ushqyese? Veza e zjerë. Veza e zjerë është një opcion i thjeshtë dhe ushqyes. Një vezë e madhe e zjerë përmban afërsisht 78 kalori, duke siguruar një ekuilibër të mirë të proteinës, yndyrës, vitaminave dhe mineraleve thelbësore. Ato ruajnë shumicën e lëndëve ushqyese në vezë, duke e bërë atë një zgjidhje të përshtatshme për një vakt të shpejtë dhe të shëndetshëm. Vezët janë të pasur me proteinë të cilësisë së lartë. Ato përmbajnë të gjitha aminoacidet thelbësore që nevojiten trupit për rritjen dhe rikuperimin optimal. Ato janë gjithashtu një opcion i shkëlqyer ushqyes, sepse stimulojnë edhe prodhimin e energjisë dhe mbështesin kështu shëndetin e kockave. Përveç kësaj, vezët e zjera përmbajnë kolin, një lëndë ushqyese të rëndësishme në shëndetin dhe zhvillimin e trurit. Vezët e rrahura. Vezët e fërguara megjithatë janë të shijshme, shpesh përfshihen në përgatitjen e vezëve me përbërës shtesë. Vlerat ushqyese të vezëve të fërguara mund të ndryshojnë në varësi të përbërësve të saj. Ndërsa vezët e fërguara mund të ofrojnë përmbajtje më të lartë të proteinës për shkak të përbërësve të shtuar, ato gjithashtu mund të jenë më të larta në kalori dhe yndyrna jo të shëndetshme, veçanërisht nëse skuqen me shumë vaj ose edhe me gjalp. Megjithatë, vezët e fërguara ofrojnë një mundësi për të inkorporuar lëndë të ndryshme ushqyese nga perimet dhe proteinat pa yndyrë, duke arritur vlerat e përgjithshme ushqyese në vakt. Nëse përflasim për ushqimin, një vezë e zjerë ruan një pjesë thelbësore të vlerave të saj natyrale, sepse gatuhet pa yndyrë dhe përbërës shtesë. Procesi i gatimit ruan proteinën dhe lëndët ushqyese të vezës, duke i bërë ato një opcion i shëndetshëm për sa i përket aditive, mineral dhe kalorive të reduktuara. Nga ana tjetër, veza e fërguar megjithatë është potencialisht më e lartë në proteina dhe lëndë ushqyese shtesë nga përbërësit e shtuar. Mund të jenë gjithashtu më të larta në kalori dhe yndyrna të ngopura për shkak të vajit të gatimit dhe mbushjeve të tjera me kalori. Ndërsa vezët e zjera ofrojnë thjeshtësi dhe ruajnë lëndët ushqyese natyrale. Veza e fërguar nga ana tjetër, kur përgatitet me kujdes me përbërës ushqyes, mund të përmirësojë vlerën e përgjithshme ushqyese dhe shtimin e proteinave dhe yndyrnave të mira. Pavarësisht nga forma e tyre, vezët ofrojnë një sër përfitime shëndetësore që i bëjnë ato një shtesë të vlefshme për çdo ekuilibër. Dhe kështu, vezët e zjera mund të ofrojnë gjithashtu shumë vlera të mira për organizmin tuaj. Ekspertët këshillojnë konsumin e vezëve të zjera si një zgjidhje më e mirë pa ndryshuar kështu edhe strukturën e tyre ushqyese. Zakonisht, zihemi çdo mëngjes me nënat sepse nuk preferojmë të hamë mëngjes. Sigurisht që e kemi shumë gabim pasi vazhdojmë të mendojmë se jemi në rregull. Në këtë video do ju sjellim më shumë element informues përse vezët duhet të jenë pjesë të dietave tuaja. Veza është e pasur me vlera ushqyese të domosdoshme për trupin dhe nëse këto të mira përthithen në mëngjes, do jetë plot me energji gjatë gjithë ditës. Vezët, sidomos ato të zjera, bëjnë pjesë në listën e 10 super ushqimeve më të mira. E bardha dhe e verdha e vezës përmbajnë sasi të mirë të proteinës. Ja përfitimet që merrni nga konsumi i vezës së zjerë në mëngjes. Vezët përmirësojnë përqendrimin. Studimet kanë treguar se përmes konsumit të vezëve, ju mund të bëheni edhe më të vëmendshëm. Veza është e mbushur me ushqyes themelor, por në rast se nuk ju pëlqen, ka mënyra për të ndryshuar dhe për të konsumuar në kombinime të ndryshme të ushqimit. Proteinat që përmbajnë vezët ju ndihmojnë të bini nga pesha. Vezët japin energji trurit dhe gjithashtu ndihmojnë në shëndetin tuaj të syve. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës së zjerë është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë.
por cilat janë vlerat e vezës së zgjerë dhe çfarë i ndodh organizmit kur ajo konsumohet në këtë formë. Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol, ku zgjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim, sepse yndyrat që përdoren për skuqje rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për kolesterolin. Sipas të dhënave, ngrënia e vezëve në mëngjes si pjesë e një regjimi të kujdesshëm shëndetësor ju ndihmojnë gjithashtu në humbjen e peshës. Vezët do të ofrojnë yndyra të shëndetshme. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin rrezikun e problemeve me sëmundjet e zemrës. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e niveleve të insulinës e përrjedhojnë nivelin e sheqerit në gjak. Vezët janë të pasura me proteina. Vezët e zjera natyrisht përmbajnë nivele të larta të proteinës. Organizmi ka nevojë për proteinë për forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteina ndihmojnë organet e trupit të mundësojnë struktura të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Vezët janë të mira për shëndetin e syve. Një nga vitaminat më të rëndësishme të vezëve është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës. Mbron membranën dhe ulë riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit dhe verbëria. Vezët janë një zgjidhje shumë e mirë për kockat e forta. Vezët e zjera janë të pasur me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kockat dhe dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D mundëson kockat dhe përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë. Vezët mund t'i kombinoni me produkte të ndryshme ushqyese dhe përfitimet që do t'i ofrojnë në trupit tuaj do t'a bëjnë atë një nga zgjidhjet më të mira të dietës perëndimore. Gjithashtu, vezët e zjera janë të mbushura me ushqyese vital, nga proteinat në ndërtimin e muskujve deri tek vitamina B. Ekziston edhe një dietë popullore me përmbajtjen e vezës së zjerë. Vezët përmbajnë vlera të larta ushqyese, siç është edhe yndyra. Një vezë e zjerë përmban rreth 5 gram yndyrë. Yndyra është komponenti i rëndësishëm kur merret vetëm nga zgjerja e vezëve. Për shkak se prania e yndyrnave ju ndihmon të thithni më mirë të gjitha vitaminat e mrekullueshme që gjenden tek veza. Veza është e pasur gjithashtu me vitaminën D. Një vezë përmban më shumë se 10% të konsumit të përditshëm të vitaminës D, e cila është veçanërisht e rëndësishme për t'u marrë gjatë dimrit. Vitamina D është një faktor i nevojshëm për absorbimin e kalciumit, duke ndihmuar në shëndetin e dhëmbëve dhe të kockave tona. Ajo gjithashtu zvogëlon rrezikun e disa sëmundjeve kronike të tilla si diabeti tipi 2 dhe radikalet e lira. Vezët e zjera janë të pasur me proteinë. Një vezë e zjerë përmban 6 gram proteinë, duke e bërë atë një vak të përkryer për të konsumuar edhe gjatë stërvitjes. Edhe pse vezët përmbajnë rreth 80 kalori, vezët rrisin ndjesinë e ngopjes dhe ndihmojnë gjithashtu në humbjen e peshës, për shkak të përmbajtjes së saj të proteinave dhe profilit të lartë ushqyes. Vezët e zjera janë një opsion i thjeshtë ushqyes. Një vezë e madhe siguron gjithashtu afërsisht 78 kalori dhe siguron një ekuilibër më të mirë të proteinave, yndyrnave, vitaminave dhe elementëve ushqyes të rëndësishëm për trupin. Vezët janë një burim i shkëlqyer i proteinave. Ato janë të larta në vitamina dhe minerale të ndryshme, duke përfshirë vitaminën A, vitaminën B, B12, vitaminën D dhe jodin. Një rrituri tipik dhe një moshuar mund të hajë të paktën 7 vezë në javë. Ato forcojnë kockat që bien me kalimin e moshës dhe vezët përmbajnë gjithashtu edhe vitaminën D. Kjo vitaminë është shumë e rëndësishme për aspektet tuaja ushqyese dhe mund të ndikojë pozitivisht në organizmin tuaj. Përfshirja e vezëve vazhdimisht në gatimet tuaja të përgjithshme do të ofrojë shumë minerale. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha masat parandaluese, efekte negative ose ndërlikime që mund të kenë në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.